edhe cilat janë pritshmëritë? Spari, po them që i bashkangjitem shumicës së kolegëve këtu sa i përket gjykatës, që gjykata nuk është gjykatë e drejtësisë, po është puro politike. Edhe shpresoj që gjykimi i fundit të jetë lirues, për shkak se kjo nuk ka të bëjë vetëm me individët të cilët gjenden aty në paraburgim, po ka të bëjë me luftën e pastër shkëlqimtare për liri, e që ne edhe sot, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi festu sa i përket lirisë dhe demokracisë, e shpresoj që kemi me festu edhe për lirimin e ushtarëve të shkëlqimtarë të Kosovës. I drejtuesve tu që ka s'po. Patjetër. Mirë, po çështja e shtyrjes pak më bën me mendu që gjykata është të shiqu mundësinë për me arsyetu veten për gjithë ato harxhime që janë bërë deri më sot, duke marrë parasysh që dëshmitarët që kanë qenë në Hag shumë thjesht muj me thonë që kanë qenë dëshmi pa fakte dhe të gjitha janë dokumentuar e kundërta e tyre nga avokatët e atyre që janë brenda, të pandehurëve, dhe mendoj që duhet me qenë gjykim lirues, mirë po se si kanë me arsyetu gjykata, do të thonë, këtë këto që i kanë marrë 6 vjet mrenda dhe edhe krejt harxhimet që janë bërë nuk e di, pak jam skeptik këtë drejtim, sepse po frigohem që për me i arsyetu ka mundësi që të ketë edhe ndoshta për ndonjërin edhe gjykim denus. Për të arsyetuar shpenzimin që i bjen dikon më shumë se gjysmë miliardë euro. Jo, ka 200 milion. Po, sepse